Ti nuk mjafton që tush unë besoj në Zot, sikur po na thot ajeti, nuk mjafton që tush besoj në Zot. Jo, unë Zotin nuk e mohoj. O, nuk është kjo e mjaftueshme. Çfarë raporti ke ngritur ti me këtë Zot? A ke lidhje me këtë Zot? Ai siç thon vëllezërit tanë, ai tutesh këtij Zoti apo jo? Se i ditë të dash përpara ti, çfarë do i thosh? S'kisha kohë për ty o Zot. S'mund të jepsha për ty o Zot, fukareve. S'mund të merresha me prindin o Zot se kisha punë tjera. Çfarë do i thosh Zotit? Pra, mendoje gjithmonë se gjithë ato të mira e kanë një faturë në fund fare. Ora do ta paguash diku faturën. Kështu që bëu gati, përgatitu më mirë le të themi pak më i tulatur dhe i përmbajtur dhe i thojza i vuajtur, ama del si zotni përpara Zotit. E vërtet atje ha u mukrau kitabie, e janë i lexoni dëshminë time. Unë jam për banorëve të xhenetit, unë e dija që i ditë do të dalë përpara Zotit. U bëra gati për këtë ditë. Ju fata dhe ju luta Zotit, Zoti më nderoi. Më dha dëshminë për në xhenet. Më mirë le të themi në thojza pak më i tulatur, më i kujdesur, më i vëmendshëm në këtë botë, edhe atje del me ballin lart dhe me kokën lart, sesa këtu s'do më ditë për asgjë, si bën llogarit ashtu siç duhet, edhe pastaj thua ja lejteni lem ute kitabi o lem edri ma his sigur. Ora më mirë mos ta kisha marr. Sepse të marrësh dëshminë se je banor i xhenemit, më mirë mos ta merresh, ëh. Ja lejteni kuntu turaba, më mirë të kisha vdekur etj. Kështu që ky është ajeti, domthonë ajeti jo vetëm që i fton njerëzit tek Zoti dhe adhurimi i Zotit, përderisa i besoni që gjitha këto e ka Zoti, atëherë adhuroni Zotin jo vetëm kaq, po sikur ajeti thotë ai du më shumë për jush. Jo vetëm me besu Zot, jo vetëm u mjaftu me gjërat përgjithshme, por besimi në Zot duhet zgjojë ndërgjegjen, duhet zgjojë frikë respektin ndaj Zotit. Pra, duhet shkoj përtej asaj që ne nuk e mohojmë. Ka Zot ose pranojmë Islamin, po jo, duhet ti përmbahesh se një ditë do të dash përpara Zotit.